Igli, përshëndetje. Kënaqësi të kemi në hapësirën dedikuar medias këtu në Premium Channel në ditën e dytë të panajërit, duhet thënë, organizuar nga Iceberg Exhibition me në fokus turizmin. Kjo është dita e dytë për ju, si kanë qenë përshtypjet deri më tani? Shiko, ne jemi të njohur me panajiret e Icebergut, por jo me turizmin, është hera parë që marrim pjesë në turizmin, si një kompani e fushës së teknologjisë, ne kemi qenë 2 herë pjesëmarrës në Future to Tech, ishte një ftesë dhe një interes që ne pam për të ekspozuar produktet tona në lidhje me sektorin e turizmit që na bëri të marrim pjesë. Dhe për hir të vërtetës shoh një nivel serioziteti akoma më të lartë se ato që ishin munduar që kishin mundur shqiptarët të shkuarën, ndoshta sektori imponon pak më shumë seriozitet dhe jemi të kënaqur me çfarë kemi parë, me kontaktet që kemi vënë dhe besoj që ka qenë një sigurimari e nevojshme. Në këto 2 ditë panajër kam vënë re që Defposi ka qenë në qendër, pra kryefjalë jo vetëm për të rishur vëmendjen me stendin e saj, por edhe në forume të ndryshme dhe fjalë të ndryshme që janë thënë në podium në zonën e eventeve. Çfarë prezanton kompania? Ne vim me, në fakt, Defposi është produkti jonë i fiskalizimit që patjetër ka treg edhe tek hotelet, por nuk është një produkt specifik për hotelet. Produkti specifik për hotelet që ne zhvilluam 1 apo 2 vjet pas daljes me Defposin, ishte quajtur DevPMS, dhe është një sistem që menaxhon të gjithë ciklin e proceseve të një subjekti hotel apo një subjekt akomodues çfarëdo, që mund të jetë një apartament, një B&B, një shtëpi pushimi. Menaxhojmë që nga rezervime dhe sinkronizimi i rezervimeve në platforma të ndryshme, pra një nga problemet më të mëdha që hasin sot bizneset e hotelerisë është që duke marrë rezervime nga kanale të ndryshme, për shembull Booking apo Expedia apo me telefon apo nga recepcioni, nuk bëhet sinkronizimi kohën e duhur dhe arrihet të ketë overbooking, pra të shesësh më shumë dhoma se ç'ke. Me këtë sistem që kemi bërë, ne kemi mundësuar sinkronizim të gjitha kanaleve në kohë reale. Pra në momentin që ti rezervon një rezervim nga recepcioni, ajo dhomë nuk është më disponueshme as në Booking as në kanale tjera. Kemi bërë dhe një aplikacion mobile që është shumë i lehtë edhe për ata që nuk janë fort të formalizuar, pra që marrin një rezervim me telefon apo në WhatsApp, ai ka mundësi me 30 sekonda që nga telefoni ta rezervoj dhe ta bllokoj dhomën në të gjitha kanalet. Dhe kjo është, po themi, vlera e parë që ky sistem jep, sepse nuk ka figurë më të keqe për një hotelier se sa t'i vi një klient atë mos ketë dhomë për të dhe dalë të kërkojë dhomë nëpër lagje apo nëpër qytet. Përveç kësaj, pastaj sistemi ofron shumë funksionalitete të tjera që të menaxhimi i mirëmbajtjes, pra i pastrimit, i raportimit problematikave, krijimi produkteve, i tarifave, mundësia për të vënë tarifa të ndryshme në kanale të ndryshme apo për të pasur plane tarifimi të ndryshme, pra me mëngjes, pa mëngjes, me half-board apo full-board, deri tek raportet e mifillta financiare, pastaj që administratën e një hoteli ndihmojnë për të marrë vendime, për të kuptuar çfarë funksionon dhe çfarë jo. Nisia madhe që ne kemi sjell vjet dhe për cilën kemi ardhur këtë vit këtu që ta promovojmë si një joint midis Dev.al, që është kompania jonë primare që ofron zgjidhje softurike, dhe Pago, që është një institucion financiar i parasë elektronike që shërben si një platformë pagesash, platformë inovative pagesash, që nga pagesat me kartë, me pose tradicionale, te pagesat me kartë nga SoftPOS, që janë aplikacione për telefona që është me telefonin në një marrës pagesash, deri te pagesat online që të kombinuara me zgjidhjen tonë DevPMS, mundsojnë që hotelet të ofrojnë rezervime online nga websajtet e tyre duke anashkaluar ose duke mos qenë të varur 100% nga platformat e jashtme si Booking apo Expedia. Kjo ul kosto, rrit eficiencën, jep mundësi të kesh marrëdhënie më direkte me klientin, duke bërë oferta të dedikuara apo duke shfrytzuar të dhënat që ti ke për t'i trajtuar klientin në bazë të rëndësisë që ata kanë për ty. Nga ana tjetër, detyrimi ligjor që qeveria ka vënë me ndryshimet e dhjetorit të vjetshëm, që i detyron hotelet që nga maji i vitit 2006 të kenë patjetër pagesa me kartë apo me një mjet tjetër elektronik, e bën shumë të nevojshme këtë ndërthurje, sepse ne jo vetëm shkojmë te klientët me një zgjidhje për hotelet, por ajo zgjidhje ka të integruar brenda fiskalizimin, kombinohet automatikisht, pra pa nevojë për të bërë sinkronizime manuale me sistemin tonë të kontabilitetit, dhe duke i futur edhe pagesën, ne shndrojmë një one-stop shop që i japim të gjithë zgjidhjen e nevojshme, të gjithë stakun teknologjik nevojshëm një hoteli për të qenë në standardet që duam apo s'duam, kur jemi treg botror, ti imponon treg. Në fakt më dole në shtek Igli, sepse duke qenë se është një industri në zhvillim kjo e turizmit në vendin tonë, edhe duke marrë në konsiderat edhe pozicionin e vendit që është një vend i vogël, sidosa do. Dhe duke qenë se industria e turizmit ka marrë
një zhvillim vitet e fundit, por ende jemi larg standardeve botërore, të cilat industrinë e turizmit e kanë lokomotivën kryesore jo vetëm të ekonomisë, por edhe funksionimit të shumë shteteve. Implementimi i teknologjisë, nëse deri më dje është dukur një pikë shumë e largët, që ndoshta nuk perceptohej fare si një domosdoshmëri, duket se tani vjen si një nevojë e kërkuar nga të gjithë ata që duan të zgjedhin Shqipërinë destinacionin e tyre të pushimeve. Sa e thjeshtë ose sa e vështirë ka qenë që të implementohen këto dy industri me njëra tjetrën, pra teknologjia me turizmin? Është e vërtet që ne po jetojmë një moment të ëndër, po themi, në lidhje me turizmin. Pra ne kemi një boom turistik që filloi mbas pandemisë, por që ka arritur kulmin në 2 vitet e fundit, por jemi të gjithë të vetëdijshëm që nuk do të vazhdoj pafund kështu. Ose nëse duam të vazhdoj pafund kështu, duhet të investojmë dhe të përmirësohemi. Fakti që jemi një vend i pazbuluar dhe është folur mirë për ne dhe rrethanat e caktuara që nuk ishin dorën tonë, i bën njerëzit të kenë interes tek ne, nuk do të zgjas pafund. Ajo që duhet të kuptojmë dhe nuk duhet ta kuptojmë ne, duhet ta kuptojnë ata që janë po themi të investuar në këtë industri, është fakti që eksperienca klientit nuk fillon në momentin që ai shkel në hotel. Ka filluar që në momentin që ai ka parë emrin tënd për herë të parë, që ka vendosur të zgjedhë ty nga konkurrentët, që të mos pendohet që të ka zgjedhur ty nga konkurrentët, pra që nga eksperienca e check-init, që nga komunikimet që ti bën me të përpara se ai të vinë në hotel, te përgatitja për ta ditur se çfarë pret, pra nëse ti ke kufizime, po themi që orari i check-init është nga ora 2 e drekës deri në 8 pasdite dhe po erdhi pas orës 8 pasdite, patjetër duhet ta ketë bërë online, janë gjëra që na ndodhin edhe në mes të Europës, në Rom 90% e hoteleve të vogla kështu funksionojnë sepse menaxhohen nga një njerëz që mbulon shumë struktura njerëz. Të gjitha këto duke futur digitalizimin, duke futur teknologjinë, e bëjnë shumë më komode eksperiencën e klientit. Dhe ne duhet ta trajtojmë klientin sikur po na bën një nder që po vjen te ne, jo sikur po i bëjmë ne një nder atij, nëse duam që ai të kthehet prapë. Fatkeqësisht ka ndonjëherë një qasje që konsiderohu me fat që gjetej një dhomë. E kupton, okay, ndoshta sot kërkesa është aq e lartë sa që në vërtetë është fat po gjesh një dhomë në momentin e caktuar. Por nëse duam që ai të vinë nesër, nëse duam që nesër ne të ngelemi prapë shumë më përpara rajonit, sepse që jemi përpara është fat se kemi detin. Dhe shumë vende të tjera kemi një turizëm të qëndruar shumë sporadik. Çështja është që ne duhet të krijojmë kushtet që patjetër të jemi në nivelet e kohës me facilitetet që ofrojmë, me logjistikën që ofrojmë, me zgjidhjet që ofrojmë. Nuk i kemi në dorë shumë gjëra. Pra, pronari i një hoteli nuk ka në dorë as të rregullojë rrugën, as të rregullojë transportin publik, por këtë e ka në dorë. Dhe ideja është që kushton shumë, duhet parë me kujdes sepse në fakt një investim që ti bën të kthehet mbrapsh në mos brenda vitit të parë, brenda 2 vjetësh shumë thjesht sepse automatizimi i proceseve, lehtësimi i proceseve, reduktimi i humbjeve nga fakti që ke gjurmëshmëri të gjitha veprimeve dhe nuk ke as gabime, as mashtrime, do të jemi realist, ka skenarin e të gjithë, këto teknologjia të mundësojnë. Ka dhe një faktor tjetër që ne na ndikon disi që është informaliteti i lartë. Fakti që po i patë gjërat e regjistruara, po patë pagesa me kartë, ti nuk duhet i deklarosh patjetër gjërat, në mentalitet krijon një blok, por që po ti kryesh dhe ti vlerësosh të gjitha gjërat dhe ne e kemi bërë realisht me klient. Pra vërtet ka paguar 10 lekë, po themi, për të investuar në një gjë. Por ka kuptuar pas një viti që ka kursuar 20 lekë sepse kishte humbje, kishte firo, kishte vjedhje, janë gjitha gjëra që ndodhin. Nuk mund të pretendojmë që jetojmë në një botë perfekte. Teknologjia na lehtëson që na mundson që të lehtësojmë sa më shumë këto procese dhe të kemi në çdo moment një panoramë të qartë të çfarë ndodh në rrugën tonë që mos kemi probleme. Dhe së fundmi, a janë familjar aktorët kryesor të industrisë të turizmit në Shqipëri me teknologjinë, apo ende ka nevojë për të mësuar edhe për ta përqafuar teknologjinë si pjesë të domosdoshme të funksionimit të tyre? Shiko, unë mendoj që teknologjia është çështje mindseti se sa çështje aftësish. Pra ne sot jetojmë në një botë ku ti që nga muzikën e dëgjon në një platformë teknologjike, nuk kem më CD apo kaseta, filmat i sheh në platforma teknologjike, je gjithë në rrjetet sociale, me hira me pa hirë, fiskalizimi në u bë me vetëm elektronik që nga 2020-a, 95% shërbimeve publike për mirë apo për keq i ke vetëm online dhe unë mendoj që përshtatja në nivel teknik është problemi i fundit që ne kemi. Pra ne nuk kemi mbajmë në fillimet e fiskalizimit. Më merrni një shembull, një përdorues tonin që unë nuk është se e kam takuar në gjë, ishte një zotëri rreth 70 nga Korça, të cilit ju desh vetëm 1 orë trajnim për të kuptuar çdo gjë që bënin në procesin.
Dhe ne kur i hym në financim dhe kishim pak të merak, krijuam një strukturë shumë solide të shërbimit klientit, i përgatitëm që duhet tregoheshin shumë të doruar me klientët, që jo të gjithë do i kishin të lehtë. Dhe ky ishte shembulli që ne merrnim për referencë kur kishte të rinj që mundoshin ta refuzonin pa e prekur akoma, thjesht se unë nuk zgjidhjet sot, teknologjia sot ka arritur në një pikë ku janë aq intuitive sa që nuk ka ne po rrisim i brez fëmijësh që edhe kur e sheh foton në libër i bën në gishtë se mendon se mund ta bëj swipe. Ne kemi filluar të mendojmë teknologjikisht, kështu që nuk është fare problemi për shtetin. Problemi është të vendosësh që të hecësh përpara dhe të mos mendosh se duke kursyer 2 lek ti do jesh më i pasur nesër. Është e kundërta, ky është një investim, nuk është një kosto, është një investim që kthehet mbrapsh e ka treguar, pra nuk është se po e themi ne, nuk e kemi shpikur ne, nuk ndjejmë dot ne. E ka treguar historia e 10, 20 apo 30 viteve të fundit që investimi në teknologji në 99% e rasteve kthehet mbrapsh, për sa kohë ti e bën me partnerin e duhur dhe bën zgjedhjen e duhur. Por më tepër që sot po flasim për një epokë ku AI mund të sjellë revolucion më të madh të 100 apo 200 viteve të fundit. Por ti nuk mund të adaptosh AI-n pa adoptuar gjëra shumë bazike si përdorimi i një sistemi për të menaxhuar rezervimin. Cilat janë projekcionet që keni ju për 2026? Që 2026 ka nisur vrrullshëm përtej projekcioneve tona, sepse me sa duket ka një moment që po regjistrohen shumë biznese të reja. Pra ajo që kemi parë në vitet e fundit është që ka një, po themi, përqindje shumë të ngjashme të bizneseve që mbyllen me bizneseve që hapen. Ajo që po shohim në këto një muaj e gjysmë të parë të vitit është që numri i bizneseve me hapje është shumë më i lartë, po jashtëmasë më i lartë krahasuar me tjetër periudhë të vitit më parë, besoj duhet të jetë 25% më shumë, që është një rritje goxhare e madhe. Dhe për ne në lidhje me, po themi, abonimet në sistemet tona viti ka filluar vrrullshëm, kuptohet që kërkon më shumë punë, duhet të jesh më pavarësisht se disa gjëra. Do vi pami organizative. Po. Ndonjëherë kthehen në rutinë dhe siç e thash, sidomos me Pago që është kompania bie e Devikalit, pra Devikalit zotuar me aksionet kryesore, pjesën më të madhe të aksioneve të Pago, ne kemi përpara një mundësi shumë të madhe sepse programi i qeverisë për të arritur në Shqipërinë cashless në 2030, që le ta themi nuk ka për të arritur ndonjëherë 100%, por boll dëshira për ta reduktuar sa të jetë mundur. Ose të niset me kufi të caktuar, po. Dhe këto, po themi, detyrimet ligjore që ndonjëherë mund të krijojnë edhe pak nervozizëm, pra kur qeveria imponon diçka, unë e kuptoj shumë mirë. Por nga ana tjetër, të kesh të pranosh pagesa me kartë nuk mund të jetë më një opsion. Pra na ndodh fatkeqësisht shumë herë që shohim turistë që vinë vërdall për gjetur një ATM sepse aty ku janë, kjo nuk mund të jetë më një alternativë. Kjo, nëse nuk ka ardhur natyrshëm nga tregu, ndoshta duhet bërë dhe me pak imponim, sepse i shërben ekonomisë në shkallë më të gjerë dhe krahasimin që ne kemi me shtetet e tjera dhe konkurrencën. Ne lufton ndjeshëm dhe informalitetin që e përmendëm pak më herë. Dhe pastaj shpresojmë që të ndikojë disi në informalitet, sepse ulja informalitetit na bën mirë të gjithë. Kështu që shohim përpara një vit shumë sfidus, sepse targetat e rinj që kemi për të arritur nuk janë të lehtë, kemi konkurrenca shumë e ashpër, por shohim edhe një dëshirë gjithmonë në rritje për të adoptuar në inovacion, që besoj që duhet të bëjmë. Iglish, faleminderit, uroj shumë suksese dhe sa më shumë cashless në vijim. Faleminderit.